I nderuar kryetari i Komunës së Vushtrisë, zoti Ferit Idrizi. I nderuar nënkryetar, zoti Shpëtim Zhegrova. I nderuar kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Dega në Vushtri, Kurtan Kajtazi. E nderuar drejtoreshe kulturës, zonja Medina Bunjaku. Drejtoreshe arsimit, zonja Naile Bekteshi. Shumë të nderuar familjar të profesorit Latif Berisha, profesoresh Fatmire Berisha. I nderuar profesor doktor Isak Shema. I nderuar profesor doktor Adem Zeinullah, profesor Fazli Hajrizi, të nderuar përfaqësues të institucioneve shtetërore, të nderuar veteran të arsimit, të nderuar profesor, zonja dhe zotërinj. Mirë se keni ardhur në këtë akademi përkujtimore në nderim të profesorit Latif Berisha, i cili nga Komuna e Vushtrisë u nderua me çmimin më të lartë që komuna jonë nderon personalitetet e shuara, titullin Nderi i qytetit. Profesor Latif Berisha u vran 27 vite më parë, por jeta dhe vepra e tij do të nderohen gjithmonë. Në nderim të jetës dhe veprës së profesorit Latif Berisha, ju ftoj për 1 minutë heshti. Lavdi. Të nderuar të pranishëm, unë lodhëm sot këtu jo vetëm për të kujtuar profesorin Latif Berisha, jeta dhe vepra e të cilit veç janë të njohura për ne, por edhe për të nxjerrë në pa vargjet dhe krijimtarinë letrare të tij, që në librin që po përurohet sot, Latif Berisha, jeta dhe vepra, nga autori profesor doktor Isak Shema, janë trajtuar hollësisht nga një këndvështrim akademik dhe intelektual. Në këtë ngjarje të veçantë, nën patronazhin e të cilit është organizuar kjo akademi, na nderoi edhe kryetari ynë, zoti Ferit Idrizi, të cilin me kënaqësi e ftoi për një fjalë rasti. Nderuara familje Berisha, i dashur Bashkim dhe Fatmire, i nderuar nënkryetari i komunës, drejtor të qeverisë komunale, kryetar Kajtazi, shumë i nderuar veprimtari i çështjes kombëtare dhe aktivisti LDK-s Bushi Januzi, i nderuar Naso Beta, profesor, pjesë deputet i Parlamentit e Kosovës, i nderuar kryetar i shoqatës së pedagogëve, profesor Halil Mulaku me bashkëpunëtor, të dashur qytetarë të Smokonicës, të Vushtrisë, të gjithë Kosovës që jeni këtu, të dashur veprimtarë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, përfaqësues të gjitha subjekteve politike, mirë se keni ardhur në këtë akademi përkujtimore, që në emër të juajin dhe timin dua ta përshëndes, ta falenderoj, të dëshiroj mirë se ardhje autorit të librit, profesor doktor Isak Shema, dhe të gjithë profesorëve që jeni mësues të pranishëm. Faleminderit shumë për këtë pjesëmarrje kaq masive. Sot është një ditë e veçantë, është një ditë dhimbje sepse në 27 vjetorin e rënies së profesor Latif Berishës jemi mbledhur këtu në këtë akademi përkujtimore edhe në promovimin e librit të profesor doktor Isak Shemës, kushtuar profesor Latif Berishës. Vushtria i ka dhënë kombit shqiptar figura të mëdha kombëtare, të cilat figura shëndrisin si dielli, si rrezet e diellit që shëndrisin këtë vend, këta e shëndritën lirin e këto janë Hasan Prishtina, Azem Galica, profesor Latif Berisha, kolonel Ahmet Krasniqi. Pra, të gjithë ne jemi krenar me këto figura të kauzës së madhe kombëtare, rrugtimi i secilëve ishte i përbashkët, çlirimi i adhëut nga okupatorët e ndryshëm. Sot flasim për një figurë të madhe të çështjes kombëtare, për një mësues, pedagog, shkrimtar, publicist, veprimtar i shtuar i çështjes kombëtare, i lëvizjes së atëhershme Lidhjes Demokratike të Kosovës, që i bëri bashk tokë të gjithë shqiptarët e Kosovës, për advetarin e shtuar profesor Latif Berisha, i cili nuk u lëkund nga pragu i shtëpisë, qëndroi ato dhe u flijua për lirinë të cilën e gëzojmë sot.
Latif Berisha është dhe mbetet një prej figurave më të shuara të historisë më të re të Kosovës. Rrugtimi i tij jetësor ishte shumë dimensional, por kishte një cak të përbashkët, çlirimin e atdhejt. Ai kontriboi si mësimdhënës, edukoi dhe arsimoi breza dhe gjenerata, i frymëzoi në frymen e atdhejt dashurisë. Përmes vargjeve të tij, përmes shkrimeve të tij, i dha një dimension të fuqishëm letërsisë moderne shqiptare. Kur e kërkoi atdheu, u rreshtua për krah presidentit historik Ibrahim Rugubës dhe morën në fat drejtimin e popullit shqiptar në momentet më vendimtare historike, në momentet kur populli shqiptar pothuajse mbeti pa lider. Andaj, kjo figurë duhet të vlerësohet, duhet të shmohet dhe kemi për obligim të gjithë, por veçanërisht qyteti i Vushtrisë që t'ja jap hakun kësaj figure kombëtare. Komuna e Vushtrisë e ka shpall nderi i qytetit sepse ishte bir i Vushtrisë. Srokonica do të jenë krenar me figurën e Latif Berishës. Për më tepër do të krenohet gjithë Vushtria dhe Kosova. Ai e kaloi pragun e familjes, e kaloi edhe pragun e vendingjes ku lindje dhe urret, e kaloi edhe qytetin e Vushtrisë dhe u rendit ndër figurat më emblematike të historisë kombëtare shqiptare. Të gjithë juve që keni ardhur të nderoni jetën dhe veprën dhe ta dëgjoni edhe shpalosin e librit të profesor doktor Isak Shemës, i falenderoj nga zemra. Profesorin e falenderoj për përkushtimin e madh dhe për këtë dimension të fuqishëm që i ka dhënë jetës dhe premtarisë e profesor Latif Berishës. Lavdi jetës dhe veprës e profesor Latif Berishës, i paharruar do të jetë emri i tij, i paharruar do të jetë vepra e tij, ishte udhëfys për shumë breza dhe gjenerata drejt shërimit të atdhejt. Lavdi. Falenderojmë kryetarin Idrizi për fjalën e tij. Ndërsa në emër të familjes së profesor Latif Berishës, do të paraqitet me një fjalë rasti zonja Fatmire Berisha, e bija e profesorit Latif Berisha. Nderuar kryetari i komunës së Vushtrisë, zotëri Ferit Idrizi, të nderuar të pranishëm, sot është një ditë për ne e përzirë si që ishin ato gotat e poezisë, tri gotat. Por në këtë moment më tepër do ta vej në pa atë kënaqësinë time që ma krijon kjo ambient i mbushur për plot me njerëz dashamirë të fjalës së bukur, me njerëz që dinë të nderojnë dhe vlerësojnë personalitetet të historisë sonë të viteve të fundit, që lanë gjurmë me jetën dhe veprën e tyre në këtë që ne sot e gëzojmë. Është vështirë të thuhet se që ka ndjen njeriu në këto momente, në këto qaste. Po, me që sot profesori Isak Sheme, një bashkëpunëtor udhëtar i një kohë të gjatë të jetës së bërë me babain tim, bën edhe përurimrin e veprës që në një farë mënyre e përfshin atë pjesën e ngelur nga puna e Latifit që e bëri në drejtime të ndryshme të zhvillimeve që ndodhen në vendin ton, në letërsinë ton, në historinë ton e tjera. Unë nuk e kisha zgjatë më shumë me një kërkim faljeje, nga se për pak mbat edhe një akademi tjetër në Mitrovic dhe
dë duhet ishim atje ne si familjar, por ju falenderoj të gjithve me këtë pjesëmarrje kaq masive, me këtë respekt që i bëni babait dhe familjes sonë, që i bëni qytetit dhe Kosovës në përgjithësi, sepse në këtë karavanin e gjatë të njerëzve që investuan për lirin tonë, është pjesë edhe një nderi qytetit juaj, nderi ushtrisë, dhe ky nder me cilin kryetari ushtrisë e nderoi babain tim, birin e këtij qyteti, është një satisfakcion shumë i veçantë për neve si familje, po edhe një respekt i veçantë që ju i keni bërë atij. Edhe njëherë, faleminderit kryetar, gjithë stafit dhe gjithë pjesëmarrësve në këtë akademi përkujtimore. Faleminderit shumë. Faleminderit zonja Fatmire për fjalën tuaj. Tani do të ndiqim një pikë artistike, Vazhdet e poezisë, ku jemi na, të profesorit Latif Berisha, të cilat do t'i interpretoj para jush studentja vushtëjase Tuamër Grabovci. Ku jemi na? Mos na kërkoni ndër shpella, se ma nuk do na gjeni. O ju ojtë shtuntum për gjak, për gjakun e të shoqit. As në kuletat tuaja, mos na mendoni më dinar. Bylbyla në kafaz që ushqejnë dëshirat e huaja nuk jemi na. Në përtroje tona na nuk jena rroktar. Shikonin fabrikat minjerave në ndhej, në përsheshet e urtësisë, aty ku zgjidhen mirjet e jetës. Aty rrej zemra jon, aty jemi ne. Mas keni me na gjetë ndër shpella, o joj qëtuntum. Por nëse ne alikun një caranin e votrës, pret një sulmin mbi ju, të miliona luanve të shprenum. Falenderojmë Tuanën për paraqitjen e saj. E në vazhdim do të kemi një kumtesë nga profesori Begzat Baliu, por në pamundësi që të jetë sot prezent, kumtesën do ta lexojë profesori Astrid Jashari. Nderuar kryetari i komunës së ushtrisë Zoti Ferit Idrizi, i nderuar nënkryetar Zoti Shpëtim Zhegrova, i nderuar drejtore e Drejtorisë së Kulturës Medina Bunjaku, i nderuar drejtore e arsimit zonja Naila Kovaci, shumë i nderuar profesor doktor Isak Shema, të nderuar familjarë të profesor Latif Berishës, shumë të nderuar të pranishëm. Në pamundësi për qenë profesor Begzat Baliu me ne sot, unë do të lexoj kumtesën e tij, e cila mbar titullin Portreti profesor Latif Berishës në veprën e profesor Isak Shemës. Profesor Isak Shema botoi librin Latif Berisha, jeta dhe vepra, ndryshe nga interesimet për shumë autorë, Sad Mekulin, Hivzi Sulejmanin, Faik Konicën, Josip Relën, Sterio Spasen, Ismail Kadaren, Jakov Zozen, Idriz Zajetin e të tjerë, për kushtimi profesor Isak Shemës për jetën dhe veprën e profesor Latif Berishës është i madh dhe gjithëpërfshirës. Interesimi për Latif Berishën është interesim parasi gjithashtu për poetin, për profesorin, për studiuesin e brezit të tij, ligjeruesin në fakultetin në të cilin kanë punuar bashkë për disa dekada, për bashkëpunëtorin në punën krijuese e mendore, për kolegun që me dekada kanë drejtuar institucionet arsimore akademike, për mikun me të cilin kanë përgatitur programet dhe tekstet mësimore të shkollave të Kosovës, për adhetarin dhe martirin e kësaj adhetarie, i cili u vra mizërisht nga pushtetarët serb në Mitrovic, në prag të shtëpisë në natën e parë të bombardimeve të NATO-s mbi forcat ushtarake, policore e paramilitare serbe në Kosovë e më gjerë. Libri është projektuar në 4 pjesë, jetëshkrimi i profesor Berishës, poezia e Latif Berishës, studimet letrare shkencore të Latif Berishës, vlerësime për krijimtarinë e Latif Berishës. Në pjesën e parë të vëllimit në të cilin është projektuar jetëshkrimi qytetar, intelektual e akademik i profesor Latif Berishës, janë sjellë tekste përgjithësuese me synim krijimin e portretit qytetar të tij, që në të vërtetë ishte portreti një aristokrati në jetën kolegiale dhe akademike. Në artikuj, sintezat dhe vlerësimet e profesor Isak Shemës, të miqve e familjarëve me rastin e pushkatimit të tij nga sigurimi shtetëror serb para derës së shtëpisë. Në pjesën e dytë është përfshirë vepra e plotë poezive tufa,
për një 34 poezish botuar në vitin 1957 në Prishtinë. Megjithëse në shikim të parë ato nuk janë vetëm një dorës poezish, por një vëllim modest, por nga faqe dhe për vlerat artistike të një brezi, pa mbështetje të pasur letrare, pasi i merr në lexim nuk është e vështirë të shohë se pjesa më e madhe e tyre janë poemë tha me tema të mëdha krijuese, historike, tematike, veçanërisht argëtare. Vështirë të gjendet një lexues i pasionuar i poezive shqipe dhe antologjive të saj, i cili nuk e ka të njohur poezinë e tij antologjike, Trigotat, me të cilën hapet vëllimi tufa. Janë të pak kritikët dhe krijuesit, të cilat në formate eseistike, simbolike, letrare, madje filozofike, nuk e ka shpjeguar metaforën e trigotave, të cilat simbolizojnë jo vetëm përvojën jetësore të individit, në këtë rast të autorit, por dhe të tërë kombit të tij. Në fund të poezisë së tij, ai ka dhënë edhe mesazhin krijues, universal të tij, të së keqes, vuajtjes, zhgënjimit, të mirës, kënaqësisë, e gëzimit dhe universalis, bashkimit të ekstremeve. Mëtej vinë sikur shprehet autori poezit kushtuar këngëtarit, për lirinë, për Kosovën, por për mendorën e luftëtarit të lirisë, për femrën e brezit të tij, poezit për fshatën dhe kujtimet e një jete të vështirë të brezit të familjes së tij, për nënën dhe këmishën e arnueme, për baladën si trashëgimi etnike dhe artistike, për dhemjen e nënave dhe këngën si njësi identitare e kolektive, poezin për rininë e brezit të tij, për rininë e shpresave të mëdha, për ëndra dhe dashurinë, për dallgët e dashurisë dhe kotësinë e shpirtit të lirë. Poezi për kushtuese për Skënderbeun, për Esat Mekulin e të tjerë. Kapitulli i 3 hapet me 3 sinteza të letërsisë së shkruar shqipe, të letërsisë së romantizmit dhe veçorive letrare të letërsisë shqipe përgjithsisht. Mëtej janë botuar dhe studimet me tekst të veçantë, letërsinë arbëreshe, Jeronим Deradën, dhe botën letrare të tij, poemën e Gavril Darës së ri, poezinë e re të Zef Serebës dhe veprën letrare të tij. Si një cikël po kaq i veçantë i kërkimeve, janë botuar studimet për veprën letrare të Naim Frashit, Skënderbeun dhe për masën e ndërkombëtare të tij, lidhjen e Prizrenit dhe epokën letrare të saj, vlerat artistike e etike të poezisë së Hin Mosit e të Luigi Burakusit. Teksti i profesor Latif Berishës, gjendja aktuale e kulturës shqiptare në Kosovë dhe kahet të zhvillimit të saj, lexuar dhe botuar në vitin 1995, paraqet një analizë shumë planse historike, shumë shekullore të raporteve serbo-shqiptare, politike të 2 shekullëve të fundit dhe kulturore të shekullit 20 në Kosovë, duke e vendosur atë në kontekstin e gjerë të mbijetesës së shqiptarëve nën pushtimin serb. Autori niset nga paradigma rrënjore se kultura shpirtërore dhe materiale është përbërësi thelbësor i qenies së një populli, e do të thotë edhe e popullit shqiptar, si popull autokton, pasardhës e asaj trashëgimie i lirë në Ballkan, ndryshe nga serbët, të cilët erdhen e u mbivendosën këtu në rrethana të tjera, sigurisht më të mëdhenshme. Në traditën historike, kulturore shqiptare, paraqitet si një vazhdimësi e pandërprerë, e cila, pavarësisht sobëzimeve të trojeve ku është zhvilluar ajo dhe presioneve politike, ruajti individualitetin dhe identitetin e vet, duke kurorizuar atë si një përbërës unik, historik, politik, ushtarak e kulturor, gjatë regjimit kombëtar të shekullit 19 dhe fillimit të shekullit 20. Kjo periudhë, shkruan profesor Latif Berisha, shënon kapërcimin nga sobëzimi etno-kulturore mendor feudal, krahinor dhe konfesional, në një identitet kulture kombëtare unike, me fytyrë europiane, kurorëzuar në Kongresin e Manastirit 1908, shpalljen e pavarësisë 1912 dhe përmbajtjen europiane të të gjitha institucioneve shtetërore, kombëtare, kulturore dhe fetare. Kjo periudhë përfaqëson njëkohësisht edhe përmasën tragjike të krijimit të një Shqipërie gjugje, nga faktori ndërkombëtar dhe mbetjet e një pjesë shumë të madhe të trojeve e popullit shqiptar, sidomos e krahinës etnografike të Kosovës dhe shqiptarëve në këtë vend. Pjesa më e madhe e tekstit të tij kushtohet dhunës shtetërore serbe ndaj kulturës shqiptare, me tekst të veçantë pas vitit 1989, ndërsa në mënyrë sistematike dhe të papërmbajtshëm pas vitit 1989, kur që e suprimuar dhe ajo pak autonomi politike, arsimore e kulturore e Kosovës. Autori dëshmon me të dhëna konkrete për shkatrimin e infrastrukturës arsimore, akademike kulturore, përjashtimin masiv të punëtorëve shqiptar të kulturës nga institucionet e mbyllura,
ose të cilat veprojnë vetëm me punonjës të komunitetit serb, ndërprerjen e financimeve të shtypit, Rilindjes, Televizionit të Prishtinës, Radio Prishtinës dhe radiove komunale, ndalimin e financimit dhe botimin e revistave kulturore në gjuhën shqipe, Jetës së re fjalës. Ndalimin e botimeve me përmbajtje nacionale, shkatrimin e bibliotekave, bibliotekës kombëtare në Prishtinë, prej së cilës janë hequr vepra të tëra nacionale dhe dërguar në fabrikën e letrës në Lipjan, si dhe bibliotekave komunale, muzeve, Muzeu të Kosovës, arkivave, prej të cilit u morën shumë dokumente me interes personale kombëtar, si dhe arkivave komunale, teatrave, ansambleve artistike, të shumta të pasura në jetën tonë kulturore në gjithë Kosovën, si dhe përvecimin ose falsifikimin e trashëgimisë kulturore shqiptare, kryesisht ato me karakter fetar arkeologjik, sikur ka ndodhur me manastiret, xhamit, kishat mesjetare, qendrat e papërfunduara së kërkuari e gërmuar arkeologjike në gjithë Kosovën, sikur ishte rasti me ato të komunës së Gjelanit dhe Artanës. Në këtë rrjedhë, institucionet administrative shtetërore u përpoqen që këtë ta bënin fakt të kryer fillimisht në anulimin e ligjeve dhe rregulloreve, çfarë ishte ligji mbi mbrojtjen e përmendorëve të kulturës, lëndën arkivore, veprimtaritë muzeale dhe muzeumet, bibliotekat, shtëpitë botuese, mbi kinematografin, mbi teatrët, mbrojtjen e natyrës, arkivin e Kosovës, edhin krajinor e të tjerë. Koncepti i gjenocidit kulturor në tekstin e profesor Atil Berishës dëshmon të shkatrimin sistematik të elementeve themelore të identitetit kulturor. Gjenocidi serb në Kosovë i filluar në këtë model, në këto përmasa dhe në këto synime, fillimisht në Maqedoni, manifestohej përmes ndalimit të gjuhës, në të vërtetë përdorimit publik të saj, ndryshimit të toponimisë dhe mitizimit të saj, arsimit, mbylljes së shkollave elementare, Universitetit të Prishtinës e të shkollave të larta, institucioneve kulturore, trashëgimisë historike, simboleve kombëtare, flamurit dhe simbolit të Shqiponis edhe në aktivitetet familjare sikur që ishin ndasur. Dhe përhapjes së tyre individuale, kolektive, administratës lokale, qendrore, për të rrëgjuar memorien e kujtesës kolektive kombëtare. A nuk ishte kemi përpjekje e pazakontë për të rënuar përbërësit më të rëndësishëm të ekzistencës shpirtërore e materiale të popullit shqiptar, duke provuar atë nga vetdia historike si një prej mekanizmave më të rëndësishëm që ka mbajtur gjallë popullin shqiptar ndër vite e gjelmëse. Një nga përbërësit thelbësor të gjenocidit kulturor në Kosovë ishte edhe ideja serbe për të ndërprerë vazhdimsinë e zhvillimit kulturor shqiptarëve nga njëri brez në tjetrën, qoftë përmes shpërnguljes së brezit të ri nga Kosova në Evropë, e kjo do të thotë duke e lëkundur sedentaritetin e saj rrënjor, qoftë duke i shpërbar institucionet me qëllim defakturizimin e tyre si bardhëse dhe përgjegjëse të institucionalizuara të zhvillimit kulturor nga njëri brez në tjetrën. Manipulimi politik i toponimisë, sikur ndodhi me emërvendet e të ashtuquajtërës Betejë e Kosovës, 1389, shënon shkallën më të lartë të përpjekjes për përmbylljen e narrativës jo vetëm historike, por edhe politike, ushtarake, policore, përgjithsisht qytetare të ish Jugosllavisë, por një luftë të re kundër shqiptarëve, kroatëve dhe bosnjakëve dhe për një gjenocid kulturor në fund të shekullit 20. Përmasa e këtij gjenocidi shtrihej në rrafshin historik e gjeografik, në raport me kroatët, historik etnik e fetar në raport me bosnjakët, dhe historik etnik gjeografik fetar e kulturor në raport me shqiptarët. Pavarësisht nga të gjitha këto, disa prej të cilëve profesor Atil Berisha i kishte provuar në jetën e tij, dhe pavarësisht nga ato që sikur do të mësojnë më vonë, thënë më një shprehje të trashëgimisë sonë kulturore, do t'i provojnë në lëkurën e tij. Ai kishte besim të palëkundur se trashëgimia historike, materiale dhe ajo shpirtërore, ishte trashëgimi sëndëmtare e cila nuk rënohej as prej faktorit politik, as prej faktorit ushtarak policor, dhe se rezistenca e popullit shqiptar mbështetej pikërisht mbi faktoret e të qelit në vendin e vet. Në shtëpinë e tij dhe me vetdije të lartë historike, gjuhësore, kulturore dhe kombëtare. Në pjesën e katërt të këtij vëllimi përkushtues janë përfshirë disa versime prej shumësh kushtuar krijimtarisë letrare të Atil Berishës, në artikujt e tyre, miqtë të tij, kolegët e tij, studentët e tij të dikoshëm, njohësit e jetës dhe veprës së tij, flasin për personalitetin e tij, jetëshkrimin rinor, akademik, universitar, kulturor, intelektual të tij, për rrugtimin e tij prej mosimdhënësi studiuesi, për angazhimet e tij qytetare adhetare, si dhe përshkatimin e tij në natën e parë të betejës së fundit, që po e bënte populli shqiptar në Kosovë, por të përqafuar lirinë e ndruar
prej shekush. Faleminderit profesor. Tani ftoj për një fjalë rasti profesorin Fazli Hajrisi. Të nderuar të pranishëm. Shfrytëzoj nga rasti që të përshëndes organizimin e këtij patronazhi nga ana e kryetarit të komunës së Vështrës, zotë Ferit Idrizit, i cili po mbat në patronazhin e cili po mbat kjo akademi përkujtimore këtu në qendrën e kulturës Sa Prishtina në Vështrë, sot 24 mars 2026, në ndërim të jetës dhe veprës së profesorit Latif Berisha, i vrarë në 24 mars 1999 në trajt të shtëpisë së vetë në Mitrovic, kur u vranë edhe veprimtari Agi Majrizi bashkë me nanën Nazmije dhe të bilin 11 vjeçari Lirin, po ashtu në shtëpinë e tyre. Tani më lejoni që të lexoj disa vargje të cilat do i shkëpus nga përmbledhje poezive dhuratë e mënuar, të cilën ja kam kushtuar Latif Berishës, pedagogut universitar të historisë së letërsisë shqipe, poetit, intelektualit atletar, udhëhecit të pajtimit të gjashëve në Kosovë, kryetarit të Ligës Demokratike të Kosovës për Mitrovic. Latif Berishës. Tufa, me vargje të bardha, të lira, të përzira, e mbrendi në gjërime ndjenjash nga më të ndryshme, të këndshme, të hidhura, të forta, të zjarta, atë dhe dashurije, lirije, rinije, me maturi, futet dhe kujdes që mbredh në shpirtin e personazheve të vërtet, e pastaj shpalos përbojnë dhe historisë jetësore të tyre veç e veç të qasteve të gëzuara deri te ato të përvuajtura. Ndjenjat e vargëzuara nga mjelma largëpom se për Kosovën kreshnike, krenare, heroike, këndojnë në majkrahu e kënga kalle fjakë. Me hapave të time në përtym, për mbi gjak e për mbi gur, shpërthej gonxhe e njomë, më pas u kolorizua si ljullë, e atje në bjeshke rubina në njera e sheshe, ku vetën e kështë e falë, zemra i rejtë pa ndalë. Aty ku ndalë hapi, u derdhen shumë lëtë të gjelaherta, aty është lartë toka me shumë gjak, e më pas sërish aty dëgjoj kënga e re, shihej ylli, ndriqus, mbi yje, shihej vjoca me dritë bardhë mbi vjoca, shihej qire me dritë të verdhë mbi qira. Këndoj e zëshëm Skënderbeun që me majtë të tingujve të shpatës së Gjakosur, mbi kryq e minare, skaliti fjallet, po si rufej, Shqipëria, pa fis e pa fej. Këmisha e arnume e nanës që prej në mshim, të mos harrohet kur. Ishte kjo grishje e saj dalë nga palca e shpirti që kjo këmish e nëzime e shkret, mos të preket kur dhe të ruhet si vetëm i kujtim prej saj ngelur në këtë botë. Porosive të dashnori të Afroditës i këndojë me afsh këngën e verës për të parë shportën që të gjej bilbilin e duke kënduar në ngushëllimin e tij, të gjej fëmijën me buzë etura zjarrin e dashurisë. Mirë po, kur ndalet të qershia, ku ndodhen dy kokra në fletë, i gjen sytë e saj që e mbanin në jetë. Rukëtaria dhe skamja deri në shmendi e shokët tënë të fëmirisë, fat i ndrymë njerëzor, e shëndrojnë refren të tresht e jetë gjatë. Ngjitur diku në peizazh të fshatit pitoresk, në stilin e dytë, më të ngrohtë të vitit, dashuria e lirë, i dhuroi nga shpirti i zemrës dy yje tri, dy vjoca të bardha dhe ëndrave dhe
2 ëndrave rinore të pastra. Drurit frutor me tronk joshëm të lartë, deg plot me gjethe tronkollakta e kokra që i shkulje këto me guar në fëmijëri, ndërsa i shkëpusje me duar në rini, por me shijen e të parve, molla s'haje më kupën. Që kur bota është botë, shijohet jeta edhe ëmbël e të razuar në të tretën botë. I këndoj edhe në tokën tonë ka lindur 90 vite më parë Latif Berisha. 23 vite më parë, para kriminalëve sërbë e kishte bërë vdekjen si të lindë. E sot, për këtë njeri, sytë, na i verboj malli, ne që shpëtuam së gjallë. Falenderojmë zotëriun për paraqitjen. Gjithashtu me prezencën e tij na ka nderuar edhe profesor doktor Adem Zeinullahu, i cili do të paraqitet me fjalën e tij dhe me një poezi kushtuar profesorit Latif Berisha. Të nderuar të pranishëm, i nderuari kryetari i komunës së Vushtrisë Feriti Drizi, e nderuara familje Berisha, kam kënaqësi të veçantë që në këtë ngjarje të rëndësishme të them disa fjalë për profesorin tim të nderuar. Profesori Latif ishte i veçantë si njeri, ishte i veçantë si profesor, si advetar, si humanist, si poet dhe si vender e kombit. Unë, që nga koha djaleshare, në moshën 20 vjeçare, kur isha nxënës i vitit të parë të normales, pata rastit të ndërgjoj një intervistë të fanolit dhe një gazetari nga Shqipëria, i cili e pyeti për disa shkrimtarë që vepranin dhe shkruanin në Shqipëri. Dhe njëra ndër pyetjet ishte, po cili poet ju pëlqen nga Kosova? Ai me kënaqësi të veçantë dhe me bindje të thellë tha, më pëlqen Latif Berisha. Poezia e tij është jashtëzakonisht përmbajtësore dhe artistike. Dhe që nga ajo ditë, unë ndjeja një adhurim të veçantë për profesorin tim. Dhe ndërkohë fillova të shkruaj poezi dhe ja kushtova një poezi të cilën e kom botuar në veprën e parë me 1968. Ndërsa këtë poezi që po lexoj sot është botuar pas vdekjes së tij, pas rënies së tij heroike në 2000, në vitin 2000. Këngë për tufën. Me këngëtimin e blerimit të verës, rritë luleborët në agim, në turnin e fortunës prak të verës, fjala jote u shkëm. E deshte tufën e adheun, me syrin tënd kushtrim, me forcën e Prometeut, kënga letëmetet amshim. Dua të them se profesori kisha rast, jam edhe student i tij, na ka rigjeruar lëndën e romantizmit, i cili ishte mjaft i dashur për të gjithë studentët dhe për të gjithë ata që e njenin dhe bashkëpunojnë me ta si kolegët e tij, si studentët. Prandaj, më bindje të thellë të plotë them se profesori Latif e mundi vdekjen, ai u përjetësua në jetë dhe në art. Lavdi i qoftë për jetën e ju në falenderoj. Me motivacion për kontribut jashtëzakonshëm të dhënë në çështjen kombëtare, edukimin dhe formimin e brezave dhe gjeneratave, si dhe aktivist i dalluar i LDK-s në vitet më të rënda për Kosovën, si dhe për angazhimin e tij si deputet në Kuvendin e Kosovës. Mirënjohja i ndahet zotrit Nasuf Bejta.
burinë e zotrin Asur. Përshëndetje për të gjithë pranishmit. Me të vërtet kjo ishte një befasi, sepse ishte surprizë dhe pa njohuri. Me qenë se jemi në këtë ditë duke falënderuar të gjithëve për një pjesëmarrje kaq masive në këtë ditë të veçantë, në ditën e bombardimeve të NATO-s mbi armikun tonë shërbëtor serbin dhe në ditën kur nga ndej u nda profesor Latif Berisha, si njeri i urtë, si njeri i pendës, si njeri me vërtetë të larta njerëzore, shëndetëri rastin të them vetëm 2 fjalë. Ishin 5 orë thuja para vdekjes së tij, para vrasjes së tij, kur e takova në fshat. Ishte ora 17 pasdite. Nga istikonët e Kullovësit filluan të zjarre në shaj se serbët përgatiten për kundërshtorin ndaj NATO-s. Thash bacelat, ku je nisë këtu? Tha do të shkojmë në Mitrovic. Thash mos shkojmë në Mitrovic, është pak e caru me rre, e kemi mirë të mshatë e pastaj shkojmë natën se çfarë do të bëjmë. A dini çfarë tha? Jo, tha nëse se nëse nuk më shohin njerëzit në veri, ta zvrozet veri e atëherë për mua s'ka asgjë vlerë. Prandaj ishte aq i motër, ishte aq i urtë sa që me të vërtet po na mungon e me të vërtet gjithmonë meriton që ta kujtojmë bashkëfshatorin dhe patriotin e madh, profesor Latif Berisha. Faleminderit për gjithë. Faleminderit zotri Bejta për librin që po e përurojmë sot, në të cilin shpaloset në mënyrë të detajuar veprimtaria e gjatë krijuese dhe adhetare e profesor Latif Berishës, ftojmë për fjalën e tij autorin e librit, profesor Dr. Isak Shemi. Nderuar kryetari Komunës së Ushtrisë, zoti Feridi Drizi. Të nderuar pjesëmarrës në këtë akademi për kujtimore kushtuar Latif Berishës. Për kujtimi i figurave të ndritura, të arsimit, të shkencës, të kulturës, të luftës shkelimtare, të ushtrisë shkelimtare të Kosovës. Të gjithë atyre që janë fliruar, shekuj me radhë për lirinë e Shqipërisë, të Kosovës, për armërinë e Shqipërisë. Jam shumë i nderuar që vi sot midis jush për të përuruar një vepër monumentale, një monument të kulturës dhe të arsimit shqiptar që i kushtohet një personaliteti të shquar të nivelit që ne kemi dëshiruar ta kemi në mesin tonë, gjithnjë edhe sot. Mirë po, tragedia e 24 marsit të vitit 1999 ishte një tragedi jo vetëm personale dhe tragedie për Latif Berisha, por edhe tragedi kombëtare, sepse aty u shua veprimtaria e një personaliteti që ndriçonte gjithnjë pa u ndarë në shkollë, si mësues, si profesor, si njeri, si shkrimtar, si njeri i dashur. Dhe tani unë kom punuar gjatë në këtë monografi, sepse ati është djegur shtëpia, gjithë shka që ka pasur sa i përket vlerave kulturore të punës e ti shumë vjeqare, të dorëshkrimeve, të materialeve të tjera. Dhe është e vërtet, tani është realizuar një projekt i madh që nderon në mënyrë të veçantë krijuesin, shkrimtarin, dietarin e madh Latif Berishën, por edhe gjithë vendin.
Kështu që është impresionuese rrethana që prej se ka kaluar në mësim Latif Berisha, sikur edhe shumë bashkëdhetarë të tjerë. Ai nuk harrohet, gjithnjë është i pranishëm në mënyrë të veçantë si nderi qytetit të Vushtrisë, të vendlindjes. Ju keni nderuar shumë personalitete, sepse Vushtria është qendër kombëtare me një traditë të jashtëzakonshme. Me Hasan Prishtinën, emblemën kombëtare. Tani të flas për veprën të cilën e kemi këtu të pranishme. Kjo është botuar edhe shpërndar në mënyrë të gjithanshme. Në Prishtinë është bërë përurimi i parë në një qendër ku ai ka zhvilluar veprimtarinë e tij gjatë gjithë jetës. Tani është shpërndar në Mitrovic, në bibliotekë, në komunë, po para se gjithash për herë të parë është dhënë libri këtu në Vushtri. Dhe tani vazhdojnë të punojnë jo vetëm në këtë, por në projekte të tjera, sepse ne kemi hartuar një projekt të madh në 10 vëllime, ku përveç poezisë, studimeve letrare, është publicistika, është kultura, është aktiviteti kulturor, shkencor, sepse ky ka udhëhequr theresorin e kulturës në fazën më të vështirë të vendit. Dhe veçanërisht këto fushveprimin tjetër i cili ka të bëjë me këtë. Po ju sigurisht tash kur flasim kështu, ju duket se një njeri ka mundur të punoj kaq shumë. Sigurisht ka mundur, se kjo është e vërtetë. Unë ju flas jo vetëm si autor i librit, po edhe si profesor shumë vjeçar i Universitetit Prishtinës, sepse ne bashkë me Latifin kemi qenë profesor të Fakultetit Filozofik që nga vitin 1965. Unë në vitin 1968. Dhe të gjithë profesorët e gjuhës letërsisë janë studentë tanë. Do më thonë, na kemi qenë ata bashkë me profesorët e tjerë, veçanërisht me profesorit Rizajetit, edhe me njerë shumë të shuar, ne kemi farkuar diturin. Dhe kjo vazhdon ashtu. Sot, në këtë përvjetor, ku jemi krenar, kemi edhe një ngjarje shumë të rëndësishme. Qeveria e Kosovës, Ministria e Kulturës, ka vendosur që në vend se shtëpia e Latif Berishës, tempull i diturisë, të jetë ashtu, e rënuar, e shkatruar, sepse gjiletët sërbë, jo vetëm e kanë vrarë Latif, po e kanë djegë çdo gjë, shtëpinë e tij, ajo tash ndërtohet sërish, dohet monument i kulturës, i shtetit Kosovës, dhe gjithë ajo zonë Bërgjani, që është aty, ajo në të vërtet e ka aty tempullin e diturisë, sepse ne aty me vite me radhë jemi takuar, kemi biseduar si duhet të zhvillohet arsimi, si duhet të zhvillohet kultura, si duhet të përjetësohet ideali i ynë kombëtar, si duhet pajiset me dituri armata e jonë në luftën qërimtare të Kosovë, studentët e Universitetit Prishtinës. Na kemi marrë pjesë në ditën e themelimit të Universitetit të Prishtinës, në mbledhjen e themelimit të Universitetit të Prishtinës. Dhe vazhdoj, ky libër që e shihni është e pranishme në Tiranë,
në të gjitha institucionet akademike, në Prishtinë, po se po, në Maqedoni, në Itali, në qendrat të tjera. Nesër, unë do të shkoj në Gjirokastër, është sesioni shkencor në universitetin Esrem Çabej. Esrem Çabej ka qenë mik i ngushtë i Latif Berishës dhe yni, profesor shembullor të themi. Pra, ne duhet ta kemi një parim. Ai është i krijimtarisë. Të më thonë gjithë shka të përtërim, sepse Latif Berisha, këtu në këtë vepër, ka studimet për letërsinë arbreshe, për letërsinë e hershme, për letërsinë bashkohore, sepse ajo tash ka hyrë në literaturë universitare, gjithë kund, dhe tani do të japim idenë që kjo të përkthehet kjo vepër në gjuhën angleze, në gjuhët e tjera, sepse ne duhet të prezentojmë atë që punojmë vazhdimisht. Dhe këtu, përveç poezisë, përveç studimeve të romantizmit, të Naim Frashërit, këtu keni bibliotekën Naim Frashërit, një libër dhe jo një, sot, po libra tjera do të hipën bibliotekës Naim Frashërit, si që janë dhënë bibliotekës Latif Berishës në Mitrovic, sepse libri është me vlera të jashtëzakonshme, duk zaventohet, sikur mos ishin librat, njerëzit nuk do të njihnin, nuk do të dinin a kanë ekzistuar apo jo. Dhe këtu tashti kemi të bëjmë me një vedije të lartë, dhe ne nuk do të rënohemi me ato vogëlsira, me ato rrejtjen, me atë mosdurimin. Mitrovica, Vushtria, komuna tjera kanë heronj, e kanë njësa buletinin për cilin Latif Berisha ka punuar shumë deri në momentet e fundit edhe për konferencën shkencore. Që që ne tashti këtë përurin që e kemi sot, kjo nuk mjafton, do të bëjmë konferencën shkencore ndërkombëtare, që tjetë universiteti i Mitrovicës, njësa buletini, sepse ky Latif Berisha është profesor i universitetit njësa buletini. Qoftë se Latif Berisha është i pranishëm në Universitetin e Bolonës në vitin 2025, ne kemi dhënë atje si të pranishëm. Si mos jetë në Universitetin Isa Buletini. Pra, kemi të bëjmë me një fenomen që ne duhet të ndalemi një herë. Si që ndalej Latif Berisha për të medituar mirë dhe jo vetëm ai. Të themi mirë, me mira vjetë. Kjo gjendje e kombit shqiptar, e rilindjes kombëtare, çka duhet të ndodhë më të tjetë të ne dhe me ne, që ne të mos e kuptojmë çka duhet të punojmë e si duhet të punojmë. Dhe a mund të na lejohet të bëjmë gabime. Gabimet janë të pafalshme, sepse ne nuk e kemi atë mundësi të tillë. Dhe pse është i nderuar sot midis nesh, dhe jo vetëm midis nesh në gjithë hapësirën kombëtare. Pse është i njohur e afirmuar Latif Berisha me atë qëndrimi stoik, me atë mirësim shembullore, me atë fjalën e mirë, me diturinë shembullore, me atë nivel të qytetërimit edhe të vetëdijes kombëtare. Tani, sa është ajo që ne
arrim të realizojmë më të tjerë. Do më thonë, projekte që dhe fjalla i ka pasur me dorë Hasan Prishtina, Ismail Qemani, po edhe të tjerë, të gjithë njerëzit e ditur dhe jo të njerëzit e ditur, po heronjët e Kosovës dhe të Shqipërisë në përgjithësi. Pra, që të mos ndalën më shumë, sepse studimet e sotme, të më pashme, tani e bojnë librin tjetër, të mendimeve, të vlerësimeve, të autorëve të tjerë. Në mënyrë kritike ndriçojnë aspekte të cilat, si thush, nuk i përfshin një botim, as një material. Ne kemi marrë incizimin e mbledhjeve, e tubimeve ku ka fol Latif Berisha. Shikoni, në një tubim, ai përveç tjerash thot kështu: kjo që po ndodh në Kosovë nuk ka tjetër si të vazhdohet ndryshe pos me luftën qerimtare të Kosovës, me luftën e armatosur. Do të thonë, ky njeri me atë projektin për gjenocidin sërb gjatë shekujve, ky ka dhënë një vizion. Ku duhet të përqendrohemi ne? Si popull, si kom, si intelektual, si njerëz. Pra, ky përkushtimi i juaj, interesimi i juaj, është në këtë ide, në idenë qendrore, në idenë themelore, jo vetëm të ndjesisë për gjuhën shqipe, për kulturën shqiptare, po për vizionin tonë kombëtar. Unë ju falenderoj shumë për këtë interesim kaq të madh. Tani, që është edhe profesor universitar mund ta quajë. Edhe është. Unë do t'ja jap këtë librin si dhuratë të shtrenjtë. Urdhroni, që e ka simbolikën e vendimit. Për merita të jetë bashkëtonë. Për kulturën, arsimin, për qeverisjen e komunës, shumë të dashur, shumë të respektueshëm. Ju falenderoj. Tani, kjo sigurisht, pa e dhonë bibliotekës së Vushtrisë, që e ka emri Naim Frashi. Çka do të bëjë tjetër? Ky ka ndriçuar jetën në veprën e Naim Frashit në mënyrë shembullore. Dhe unë në shenjë të respektit, temën e veçantë e kombajtur, studimet e Latif Berishës për Naim Frashin në Frashën në vitin e kaluar. Tani gjimnazi shembullor e Srem Çabej. Gjimnazi e Srem Çabej është qendra më e rëndësishme arsimore e këtij lloji, domethënë arsimit mesëm në Kosovë. Unë kam qenë aty, kam parë angazhimit e tyre e tjera. Ju lutem dikush një rast tjetër do të jemi bashkë aty edhe në gjimnaz. Kryetari i komunës së Vushtrisë do të marrë me porosin e komunës 100 kopje të këtij libri, edhe
nga një kopje të ajap këshilltarëve të cilët e kanë vlerësuar dhe i kanë dhënë, si të thush, atributin dhe i qytetit, Latif Berisha. Sepse ata e pa tranquit, pa duhet të vërën të rësutëm, sepse atë tjerët sigurisht një dhurat më të shmuar që mund të ekzistoj, e kjo është libri. Prandaj, lavdi jetës dhe veprës së Latif Berisha. Faleminderit profesor për angazhimin dhe kontributin tuaj në dokumentimin e jetës dhe veprës profesorit Latif Berisha. E në vazhdim mirëpresim në skenë solistin Shaban Krasniqi me këngën O vendi im, të cilin do ta përcjell me piano pedagogu, muzicienti dhe ish nxënësi profesorit Latif Berisha, zotrin Ashit Drejta, dhe me violin zotrin Haki Shyti, ish student i profesorit. Këtu jem shumica pjesë demokratike, po shëndroj pat humor, na kena dërim shumë, kështu që vetëm edhe një prononcim nga ish nxënësi i profesor Latif Berishës, pedagogu jo mishquar, muzicienti Ashit Drejta. Edhe Hakiu ka qenë, Haki Shyti, po ashtu nxënësi ti, po këso e radha Hakiu mbetet jashtë kur ti vje radha. Me shumë në kuptim, i lutem që ta dëgjojmë profesor Ashitin. Pak fjallë. Edhe sot, si kur çdo herë tjetër, kur mbahet ky përkujtimi për profesorin Latif Berisha, jam një emocionuar. Po
por njëkohësisht jam krenar që kam qenë zonës e tij. Mësimdhënës, poet, shkrimtar, mbi të gjitha intelektual, figurë madhore, i cili me tërë kapacitetin e tij intelektual dhe patriotik luftoi kundër regjimit sionist serboslav. Dhimbja është e madhe, por krenaria për këtë figurë të madhe të shqiptarisë është kulminante. I lehtë i qoftë dhe o i Kosovës, lavdi për jetën dhe veprën e të ndërës. Faleminderit zotri Nashi Drejta, zotri Krasniqi dhe zotri Shyti për paraqitjen. E të nderuar të pranishëm me rastin e organizimit të kësaj akademie, në emër të kryetarit të komunës, zotit Ferit Idrizi, në emër të familjes Berisha dhe në emër të profesorit Isak Shema, ju falenderojmë që me pranin tuaj nderuar personalitetin e një njeriu meritor, i cili padyshim që do të nderohet për gjithmonë. Mirupafshim në ngjarjet e radhës.